Shikohet të ndëruar, përshëndetje, kur brenda një viti organizohen 3 cikle zgjedhore edhe shumica e komunave në Kosovë 4 herë brenda vitit shkojnë në zgjedhje dhe krejt viti kalon pa qeveri në mandat, pjesën më të madhe me qeverinë detyrë ose qeverinë shkuarje një muaj e diçka, qeveri që ka qenë në fushat zgjedhore në fillim të vitit. Nuk është çudi pse Kosova dhe në aspekt politik ka njerë identifikohet si teren ku ka mundësi të manipulimit, ku ka mundësi të plasimit lajmeve të rreshme, dezinformatave, propagandës, po ka njerë teme mirë është edhe kush i pagun lajmet. Nëse ulesh edhe i shikon lajmet ose i lexon, nëse ka mënyra tjera që është konsumon informata në Kosovë, a e lodhim kryt nga njerë të mendojmë kush i pagun ato, që është funksionojnë media tek ne, edhe realisht mënyrën se si një lajm, një informat vjen deri tek lexuesi sa kushton ajo. Në fakt, kjo është një prej çështjeve të cilat do ta trajtojmë në panel në fillim, flasim për mënyrën se si mediat punojnë, funksionojnë, i plasojnë informata, cilat janë burimet e tyne, jo veç të informimit, po edhe burimet e financave, për shkak se viteve të fundit ka ndryshuar diçka më të madhe, dhe mas pandemisë kjo vret, ka ndryshuar mënyra e marketingu konvencional i dikurshëm është ka vdes si model, rrjetet sociale janë ka marrin parë gjithnjë më shumë, rrjetet sociale nuk e kanë seli në Kosovë, kanë kryesisht në Shtetet e Bashkuara ose në Kinë, edhe kosovarët ose kompanitë e Kosovës e marrin një pjesë të atyne pareve, edhe atë është algoritëm specifik se qysh një reklamues e shtyn një produkt ose një agent të vetën deri tek lexuesi ose konsumuesi. Kuptohet, për shkak se i përmenda zgjedhjet në pjesën e dytë të emisionit, është e domosdoshme të flasim për to prej sfidave që tashmë dihet që i bartën legjislaturës së 10. Sonte në fokus e kemi pikrisht do prej sfidave të drejtësisë që legjislaturës së 10 i bartën, me që tashmë gati dihet, kanë met edhe më pak se 3000 vota të numërohen edhe dihet dhe cilat do të jetë përbërja e sakt e legjislaturës së 10, jo veç numri deputetëve për secilën parti, por pak a shumë edhe emrat e atyre deputetëve, me një prej deputetëve tashmë të konfirmuar të vetëvendosjes, edhe pse pritet konfirmohen e certifikohen rezultatet. Në pjesën e dytë kemi intervistë. Tash fillimisht panel, më pas intervistë, por minutat e parë i kom për vetin. Një teme mirë, ping-pongu, mund të luhet jeka-jek, mund të luhet në duboll, mund të përdoret për diplomaci me Kinën, edhe mund të luhet edhe ping-pong ndërmjet dy institucioneve që me e flis një punë pa marrë përgjegjësi. Qysh bëhet kjo, që njeri? Mos definimi kompetenca menaxhuese mes komunave dhe AME-s është kjo shkakton mjaft të lashe, për shkak se nëse i adreson problemin komunat aty jeni stafi i ministrisë, nëse shkojmë në ministri, thot jeni pakat e keni në komunë. Pra, zjarfiksit të cilët këtyne kove shpëtuan njerëz nga vërshimet janë punëtor të Ministrisë Punëve të Brendshme, gjithsesi të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, por rrogat nuk u paguajnë Ministria e Brendshme, u paguajnë komunat ku ata shërbejnë. Mund të thoni çka ka lidhje edhe komunat edhe ministria janë të Kosovës edhe ulen e merren vesh, ama jo. Ministri aktual i Brendshëm në detyrë si do pararendës të tij është Mosdifç, i cili nuk ka ditë me zgjidh këtë lashe, kurse kryetarët e komunave nuk mund të intervenojnë sepse qeveria nuk u alokon buxhet për këtë punë. E çka ndodh kur në Ministri të Brendshme njerëzit janë Mosdifça e në komuna s'mund të bëjnë gjë? Çto jo pritësha. E para, shikoni çfarë kamioni ka brigada zjarfiksve në Lipjan. Prodhimi është i 85 anglez është kë, na kanë prunë denatur, nuk kanë ble këto, po denatur na ka prunë. E di që keni me menu, punë e madhe që kamioni është i vjetër, së paku këta janë djemë të rijet fort. Jo. 2003 kur ne kemi fillu këtu, me gjitha kolegët, zbashku një ka lëshu punën, një komandanti ka dalë në penzion që ta shone zavencaj, do ma dy zjarfikse jemi ma pak edhe kur s'kanë marë. Mosha mesatare sa ke? Po mund të thëmë 53. E di që po menoni, garant për minutat hoqës e kom zjedh Lipjanin, se tjetër ka punët janë ma mirë. Që klina? Asnjëherë do më prej, si janë morë ta zjarfiksa 2000, më nuk kem pasën hapet konkursi për një zjarfiks. Pra,
Për shkak të një ministrit brendshëm Mosdif, që edhe kryetarëve të komunave me mundësit kufizuara, kemi numër të zjarfikse që është 2 fish më i vogël se sa që ka nevojë bazuar në numër të banorëve, pagat i kanë tokë, rreth 500 diçka euro bazë, nuk kanë sigurime shëndetësore, jetësore e gjana, me mosh janë më të vjetrit, me mosh mesatare, shumë më të vjetër se që duhet, kurse pajisjet i kanë të para 40 vjetëve, edhe ato ua kanë fal, i kanë marrë pro donacione. Kuptohet, edhe për zjarfiks na bien ndërmend sonte, sepse ata edhe duhet të intervenojnë në vërshime, por edhe kur ka zjarre të mëdha, siç ishte ky sonte në Gjakov, edhe për shumë raste tjera, përfshi zjarrvënjet e qëllimshme të arave e të livadheve çdo verë. I pash edhe reagimet e politikanëve, tu fol qysh nuk është mirë që janë degradu lumejt, ta merr mendja aty, unë kom qenë në pushtet, ata kanë qenë media. Vërshimet janë situatë ku ka kolapsu shteti, ku kallëzohet që krejt zinxhiri i reagimit është i kputur. E situata kur ka edhe vërshime, e rastisht qëllën që bashkë kur krejt venin e përfshin uji, një fabrikë të madhe e përfshin edhe flaka, në pak del që shteti kur seriozisht nuk i ka marrë as ujin e as zjarrin. Mysafir sonte, Lavdim Hamidi e Tom Brajshorit, Zem Dakajt e Shkumbin Misini. Përshëndetje gjithëve, më mbrëma mirë se erdhët. I lexon të raporte ndërkombëtare, i lexon do deklarimet politikanëve vend e pa vend që ka lajme të rrajshme, agenda të Rusisë, Kinës, të Serbisë, poshtë e përpjet. Sa është zër me gjetë pare për me majtë një medium, çfarë do të qoftë? E këtu e kom parasysh edhe përvojën tonë mas pari si gazetari i ri, redaktor, shef redaksie, pronar, edhe njeri që je aq matin zanot, so e din edhe pronar tjerë, qysh funksionojnë edhe qysh, qa me thonë, mbijetojnë, a termi duhen? Po, nëse shikon realisht në 4-5 vitet e fundit, ka pas një bum të hapjes mediave, televizioneve, po në gjatë mandati qeverisë Kurti, nuk është se ka ndodhë ndonjë zhvillimi tillë, nuk është hap as një televizion i ri, dhe më thonë shumica funksionojnë si është ma vështirë, e vetëmja përparësi e gazetarëve me përvojë është nëse deri më tani vazhdimisht edhe po flasë për mediumin që e drejtoj, kanë qenë donatorët ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e kanë përkrahur gazetarinë ulëmtuese dhe të pavarur, për ndryshe qeveria vazhdimisht kemi pas luftën kryesore, nuk e ka pas me opozitën, e ka pas me mediat. Vazhdimisht kanë kërku nga shikuesit që mos marrin pjesë në emisione televizive sepse aty prodhohen fake news. Mos t'i bojkotojnë debatet, as mos t'i shikojnë, ndërsa kur ju desh puna e zgjedhjeve me fushat gjithë shkuan, duke përfshi prej kryeministrit e gjithë tjertë. Kryeministri madje shkoi edhe në televizion lokal, domethënë gjitha mundësit i provoj. Për interesat veta nuk jemi në mediat Serbisë, as nuk pagumi nga Vučići, ndërsa kur nuk ju konvenon në nxjesin ka një shajkaq në kry, thonë një jeni Serbisë, merr një pare me dinar, financoni me dinar, nuk bëni gazetari. Fake news në Kosovë bën vetëm një zyre. E Dejona Mihajlit, që e kanë atë sobën e vetë me kompjutera, ata prodhojnë fake news, besoj që ma shumë se, jo vetë sa Kosova që prodhojnë lajme, po dhe Shqipnin me shti bashkë. Ata, nëse i shikoni materiale që i përgatisin për diaspor, dhe më thonë, komplet janë fake news. E një njeri që inkurajon fake newsin, me i kritiku mediat se bojnë fake news, veç të ranë Kosovë në dovë. Edhe mas ne edhe kvalitetit i kthejemi, edhe financave, po, tash kur e këshyrë 1,5 milion njerëz në Kosovë kemi met, edhe se cili prej televizioneve dhe portaleve nuk na shkon muj pa u lavdu që i kemi një video me 1 milion vjuza ose qashtu diçka. Në anën tjetër janë so janë zënë 40 diçka në KMSHK antar? 49 në kanë, po ka media online ma shumë. Që po supozojmë, jo, 49 janë të regjistrume në këshill mediave të shkrume, nja 490 janë të pa regjistrume edhe në Facebook, nja 10 televizione e sakatojmë një tjetërin për marketing,
A i bjen kjo që jemi vend fort i zhvillum me i majtë 10 televizione dhe 100 portale për 1,5 milion veta, a ka diçka që ekonomikisht zdim i shpjegune? Jo, nga njerë teorit praktike në balkonin perëndimor nuk përputhen me teorit e vendeve zhvillume të botës. Do thë që shkruan në libër na... Ja, nuk ekziston, sepse kemi shumë pa gjërat të pa definuar mirë. E përmend pak me qëllim e zgjata pyetjen pak, po du me dhonë shifra, e përmend kushte normale si çdosh me qenë. E përmend shumë me kujdes e ndëgjova këtë pyetje lidhje me punën e dezinformimit. Akon Kosovë ka më të madhe. Dhe shumë, domethënë, kemi për raportet progresit që paraqitet aty që një shumë marramense mjeteve financiare, domethënë Rusia dhe bashkë me Kinën financojnë për dezinformata. Shumë ki disa mediat të cilat janë në pjesën veriore të Mitrovicës, sidomos mediat serbe, të cilët janë pjesë e dezinformimit për kundër Bashkimit Evropian, kundër vlerave të Bashkimit Evropian, kundër standardeve të Bashkimit Evropian, me manipulime, për shembull, filan polici boni kështu, hini policia etj, për me nxit tensionet vazhdueshme. Këto e kam prej raporteve të Bashkimit Evropian, sepse jam të mirë me një projekt të tillë. Sa i përket mjeteve financiare, kemi tam të drejtën, lavdimi e përmeni çështjen e gazetarëve, tha që leadershipi kosovar nuk e ka pas problemin, e kam fjallën për qeverinë, nuk e ka pas problemin me opozitë për me gazetarët. Unë e shoh pak ma ndryshe, lavdim. E shoh që opozit ka qenë gazetarët, një pjesë e gazetarëve, sepse partit opozitare ne kemi diskutu qëtu, dhe që na tregun edhe rezultatet që ato nuk kanë të bëj me opozit. Unë e mendoj që janë disa faktorë. E para, e ka një heshtje, sepse javë kanë zonë, domethënë, bishtin me dera, që shquhet kjo një fjalë për arsye se janë pjesë të proceseve të korrupsionit dhe të krimit, që nga viti 2008, deri në vitin 2018, mbi 100 persona janë të akuzuar për korrupsion në zyrtar të lartë të shtetit. Dhe asnjë s'ka marrë epilog për përfundimtar. Bile dalen na për emisione, edhe na shesin moral, etik, se unë jam i filtrum nga gjithë spekti i spektit gjyqësor. Që latë emisione më rejën hinë në listat kandidatët... Po, jo, se kem diçka. Ose janë në gjykim për miliona, ose për procese... Dhe e dyta, e përmend e punën e ujnave, gjërave tjera, mjafton me ra 4 orë uj, 4 orë shi me ra në Kosovë, do të thonë gjitha rrugët janë pakalueshme, janë të merrësish bizneset në kaos, për shkak ujit që ka hi, familjar dhe kush jep përgjegjësi, si jep kërkush. Kush janë përgjegjës për këtë punë? Janë po pikërisht kjo opozit. Opozit që ka qenë e ka menaxhu shtetin drejt këtë vit. Dhe tash, viç edhe çet fjalë. A janë të involvum edhe analistat, a kanë kontribu për dezinformime? Po. Do të me pranoni realitet të tillë. Kjo është narrativ që vjen për lëvizjes vetëvendosjes. Ja, nuk është për vetëvendosjes se... Për vetëvendosjes nuk ka kontribu. Ndashta, unë nuk pajtona, nuk pajtona, mendoj që shumica ka qenë nivel detyrës. Tash nuk i ki edhe Kosova dhe politikan, nuk i ki krejt njëjtë. Besoj që më përgjithësi, media në Kosovë janë shembull për rajonin. Veç nëse i përcjell zhvillimet mediale në Shqipni, në Maqedoni, në Serbi, e shet që Kosova është krejt që Ka një prit rollën, po ka një tendencë që menoj që në këtë rast ka rënë këtë kurthë dhe profa, që ty lidh me 2-3 individ, ose 2-3 gazetar, ka njerë dërtojt që këna racioni i media, jo me media t'jën shumë. Unë e kom përdorë edhe në një debat tjetër. Nëse flet ti, nëse ki kritik ndaj meje, absolutisht as mediumin që e drejtoj, unë nuk guxon me drejtu gishtin ndaj tina. Për shkak se aty është një numër shumë më i madh se sa unë. Unë më bëni mendim ose një gabim ose me shu një lapsus, po mediat janë shumë më të madh se sa aty ku po pretendonin në 3-4 analista që ndoshta nuk janë të mjaftueshëm të përmbajtur në kritikën e tyre ose në debatet e ashpra që kanë pas me... Një pyetje konkrete, a janë lobist analistat? Lobist partive politike? Jo, nuk janë lobist partive politike. Tash... Unë nuk e di do më thonë... Kështu që me u kthy që aty ku nesëm. Nëse ka media të na po besoj që është në 2 shifra numri, duhet me qenë le themi një 15-20 nashta,
që në baza vjetore vazhdimisht marrin donacione ndërkombëtare. Dy pe këtyne e kinë... Po dy në tavolin. Nëse dikush vendos paret e taksave të Hansit, jo, po nëse na si media pikalojna do filtrat standarde me ju dhon ju prej Bruxelli ku financohem, a vete po del dikush këtu edhe po mundohet me... Po pse personalizon... Jo, dikush e përgjithson, pikrisht për mos me përgjithsu edhe reagova. Për shkak se kur flet ti për gazetarinë, për gazetarët dhe mediat, që është nashta e në stërkeq, ato që e tha Lavdimi, që është narracion i lëvizjes vetëvendosje, a lëdon të 3-4 emna, që janë shumicën e kohës në për media, edhe ma nej mënohen me ndërtu narracionin që këtë mediat edhe në Kosovë edhe gazetarët janë të tillë. Po të më këthy vishte pjesa ku e nesëm. Edhe një pyetje të shalot, po pse ka humbë besimi, bro? Që të kanë zaj pse ka humbë besimi. Qëto është ty? Mlen visht ta spjegoj pak. Elaboroj, bro, okej. Qërë, unë e kom pas fatin vitin e parë në gazetari, ja kom njës me punu si gazetar, atër në zërë javor, kom shkrujt si student. Kështu me krenarin matë madhe, pavarësisht që jo që nuk jenë pagu, po jemi një krenar ku na u kanë publiku shkrimet. Gazetaria u konë... Një të kanë qipës inicialet, anej... Një prej profesionet. Tani një 3 muj ose praktikën kërë e kena kryu në 2-3 vena, u konë një farë krenarie jashtëzakonshme, vish me shku mi mbajt ata diktafonat, edhe u konë një entuziazm jashtëzakonisht i madh. U konë një prej profesionëv që për një me kanë do shumica atrive për shkak se u është konsideru shumë fisnik në kuptimin e... është edhe profesion një shajt është. Sakt. Qa ka ndodhë? Jemi konë ndoshta prej këtë sfera tjera të shoqënisë në media, edhe në gazetar tri, në këtë demokracin tonë, është investu jashtëzakonisht shumë. është fati mall që sot në Kosovë shumica e gazetarëve janë kuadra që përveç fakulteteve që i kemi kryu. Atëherë edhe në Lavdimi e kemi kryu gazetarin Faj Konic, kemi kaluna për trajnime të jashtëzakonshme që në kohë, prej Amerikanëve dhe prej Europianëve. Në atë kohë, u konë këgja ma e rrezikshme në kuptimin e sigurisë personale. Mirë për masa, qytetari e ka vlerësu jashtëzakonisht profesionin. Gazetaria u konë shembulli më i mirë në zhvillimin e qësoj demokracie tre që për ndërtojmë nalë, qësoj shoqënie. Menoj që u konë ma mirë se këtë porë tjera që në zhvillu ose ma progres ma i malë i zhvillimit, për shkak se na kemi pas model shtetet evropiane se që bëhet gazetari. U konë 4-5 mediume që një farë forme këtë gazetartë që kanë punu me vjetë tona, kanë dalë dhe kanë bo media treja. Që kjo konë shumë e mirë për demokracinë, për shkak se për 3 ose 4 televizionë nacionale që në ka, 3 gazeta, 4 gazeta në fakt ka, junë kryu edhe mediume treja me sfida jashtëzakonisht maja. Dhe më është kryu, unë jam një prej atyne që këmë dalë për një mediumit të madhe dhe kemi njësë iniciativen me bo një medium në të cilin edhe Lavdimi atër ka mojt venet punës tjera, edhe kemi pununa për venet punës tjera, për edhe kemi mojt një medium në cilin kemi kontribu që me, si me thonë, mos me pas cenzur ndaj asë pronarëve të media, asë aty ku kemi punu. U konë shembulli maj mirë që në zhvillim e sipër, partit politike edhe grupet e interesit ju nëbind që kjo është një farë shtylla 4 e pushtetit, që nëse ti i ike edhe këtë lupa tjera, edhe mund është me korruptu edhe sistemin e drejtësis, edhe politikës, edhe këtë tjerat, mediat ju në ka ato që një farë forme përdore një shpreja prej neve, molin e runë tuta. Dhe ka pas plot momente ku neve nga kanë kalzu, kanë thonë kur ka pas tendencë në një institucion me u bon një korupcion në një tenderit caktun, kanë thonë nuk u zojnë me adhon, se me na kap mediat për para, definitivisht që përfundojmë burg. Qa ka ndodhë? Që kjo lëvizje vetëvendosje, e cila 5 vjet sulmon pa reshtur mediat, dhe në nivellet ma ekstreme dhe brutale, krejt që ta njerës, pe Albin Kurtit e poshtë e din që nuk është e vërteta dhe nuk është realiteti që kjo. Për ta thonë me bindjet plot, për shkak se shumicën për ty në i njomi, kemi najtë kohët gjatë me ta, jove tret në këtu, nuk e kanë qitë bindje.
e kanë bo politikisht, do më është myt një fuqi ka që madhe, një shtyll ka që rëndësishme e demokracisë për interesat e ngushta politike. Jo demokracisë, për vendosje, e cila krejt narracionin e vetë e ka ndërtu në bazë të qasojnë është të thalavdimi. Prodhimi fake news për se cilin gazetar, edhe mu munu si me thonë qërë, lavdim veç edhe qëtota thamë, ka pas përpjekje edhe tendencë edhe në kalunën. Si me thonë, kanë kriju partit politike media, dvetat, ku i kanë shu ka 10-15 rana, që në momentin kër del një e vërtet të një medium tjetër, me thonë qërë mediumet kanë bo spekulime edhe në kalunën. Veç pak, prov ata humbja besimit. Prov, a beson ti që në keq përdor paret miliona euro me rezerva shtetërore? Ko ke lezu lajmin? Në media. A ka bo opozita media? Po. Media, po tani kum hek më verifiku. Okej, është e vërtet? A ka këtë akus për qatë lajmë? Po, në gjëmë, po e kom verifiku, dash dërshkrimin e prokurisë... Po, do më thonë është lajmë i vërtet që kem supi mediave. Po, e vërtetaj, vetëm pak, se e vërtetaj. Për tenderet një bërimor. Jo, nuk e thash për media unë që ka u besimi, unë e thash për analista, sepse shumica shumica analista më janë lobista. Subvencionet, ko ke ledzu, prof? Po, në media unë thash, në bazim... Media që janë zirë në qëta skandali, pra ndaj edhe sulmon, prof. Unë jam dakord për një gjë të tillë. Mirë po, në shumicën e rasteve analistat që përna dalin në për media janë lobista. Edhe unë kësh mendimi jam, i pjesë e madhe. Nëse lërën veç edhe një të fundit. Krejt narracioni që u ndërtu. Së është e fundit, se i kom edhe... Po jenë, 10 vitet e fundit. Shka thujnë halas sot levizja vetëvendosje dhe krejt kjo armata e tyne në për rjetët sociale. Së është armat bërë bota janë gjysa. Jo, kanë vjell në kalunën ata, kanë pas skandale, afera, korupcion. Ku e kanë marrë vesh ata? Ku i kanë marrë vesh i neve, sakt, u gri, të mora vesh. Qa e po e shoh deri stash është që nuk ekziston edhe matutje në diskus një ndarje e qartë, qka është lajmë në kuptimin e programit puro informativ, edhe qka është show në produkt medial. Dhe më thonë, show është edhe me e marrë një debat, show është edhe me shtin 20 idiota me një ven edhe me ja shef cigaret, edhe mos milion medal, show është, nuk e di, edhe në format tjetër televiziv, edhe me bo muzik live. Nëse flasim për integritet të lajmit, edhe besueshmëni, a jemi në krizën që atë kuptim, se di a ka në i hullumtim. Absolut. Mas pari, kur flasëm për fake news, duhet me pas parasysh që fake news është fenomen shoqëror. Fake news janë po ndikon të njerëzit në mendimin e tyre, në perceptimin e gjendjes reale, dhe në këtë mënyrë pra thjesht po na shtrëmbën në realitetin social. Fake news mundet me qenë i trillim, mirë po fake news mund të llogaritet edhe një diçka që ka disa të vërteta, po nuk ka marrë burimet e sakta sa duhet. Në shoqërinë tonë dikon mjaft shumë, për shkak se kemi përçarje politike, kemi përçarje fetare, kemi përçarje gjinore, dhe në këtë mënyrë pra, në të kohën cilin jetojmë ne nuk jemi shumë racional, më shumë jemi emocional. Ndërsa sot shoqëria po konsumon imazhe, nuk po konsumon fakte. Ky është problemi kyç në shoqërinë tonë. Gjithçka pra emocioni po ka më shumë rëndësi se sa e vërteta. E në këtë aspekt, ne kemi për detyrë si pjesë e kësaj shoqërie të zhvillojmë mendimin kritik, të tregojmë njerëzve që kur e marrim një informacion, kudo që e marrim, se sot gazetar po mund bëhet dikush pe blen një mikrofon 50 euro, po den shesh edhe pi duket vetja që është bë gazetar. Pi bën disa intervista, nxjerr disa meme i bën ato dhe bëhet shumë viral. Mirë, po ne duhet kemi shumë parasysh që të zhvillojmë mendimin kritik, kur e marrim informacionin, të shohim burimet e informacionit dhe në këtë mënyrë ne shumë lehtë mund me verifikua është fake news apo është e vërtetë. Po sot, fatkeqësisht, jemi shumë emocional, jemi shumë euforik dhe kemi po shumë shpesh që e lexojmë një titull, dhe nuk e lexojmë për mbajtjen dhe mbas titullit e gjykojmë se çfarë është mirë dhe çfarë është keq. Vetëm mjafton të shohim komentet. Ne kemi bërë disa ulëmtime me institutin tim, me një shok timin që kemi institutin Kritikos, dhe shohim që neve na intereson më shumë spektakli, imazhi se sa faktet. Nëse është ulëmtume edhe vërtetume, pritëm edhe pak të çështja e financave, e dytë është fat. Jo, edhe të qkjo shumë pse jeni në studio për shkak se keni përcjell ekonomi gjatë, por nëse a mundet
Nuk e di. Pa hi thellë me hullumtu shifra. BCK-ja, Banka Botërore, doganat, GDP-ja, FMN-ja. Për shtypja ime është që mundësh 24 sahat me këshyr reklamat në Kosovë, në Angli edhe se di, këtë dush kalzëm tjetër ku, në Brazil, edhe në bas strukturës reklamave, eshe edhe standardin e popullit. Nëse reklamat dominohen që ka zbritje të mishit pullës, të pelenave edhe deodorantave, nëse në televizionet Kosovës nuk e ka të strukturua reklamën kompanit e sigurimeve, që në Amerikë reklamojnë shumë. Nëse në Amerikë reklamojnë shumë kompanit që shesin kjerët reja, në Kosovë reklamojnë shumë kompanit që shesin kjerët përdorta. A është indikator që kjo që është funksionon edhe ekonomia rrëdhëmisht kush i financon qëto lajme, apo është dhe që përshtypje e imja kështu? Jo, dorën zemër, provisht të thëmë që to, dorën zemër reklamat që bëhen të najnë shumë tjalta. Për ka kvaliteti po vleti kur të para se më bërë një reklam bëhet një target grup edhe më shirikohen preferencat e tëne edhe qka i duhet dhe qka i shkon për shtati ati veni do më asoj populata, asoj shëshrije edhe në kodët të soj edhe postojnë që të produktet të cilat janë ma të favashme mirë po, se i përket pyetjes para prake se do këtë më keq kuptut thash pak ma herët opozit në Kosovë ka qenë dhe është aktualisht vetëm mediat. Mediat e ata të cilët shqetësimet e qytetarëve i kanë qitë në pat. Duke fillu prej kostës e jetesës, duke fillu prej çmimit të energjisë elektrike, kur vetë gazetarët, moderatorë kumpona për protesta, me fëmijët e tyre, me gratë e tyre. Mirë po, opozit të mirëfillt, nuk kemi nga leadershipi i të cilën e kemi pagu. Ata ma shumë kanë kalkulu në heshtje. Për kanë rezultatin që për këtë arsye për këtë arsye ata kanë qenë në heshtje, për arsye të interesave të grupeve të caktuara të cilat. Bile kam informacione të cilët edhe vetë nga njerëz, nga opozita kanë marrë pjesë të ndera një burimor nga qeveria aktuale. Për këtë arsye ata heshtin. Edhe e dyta, ne çtu e kemi diskutu, që më zdbona e tepër në këtë drejtim, që do të reforma të thella. Cila është reforma e thellë? Nuk mund është 25 vjetë një deputet i njëjtë me qenë, se s'prodhon kur gjo ma i njëri. Dhe më thonë thjesht. Edhe e treta, kemi pas rastet të tilla që një leadership i mirëfillt du të mu ballavaçu me problemet e qytetarëve. Nuk e sheh problemin vetëm për Prishtinës. Prishtina, dhe më thonë, Albin Kurti, para se me ardhë në pushtet, për çdo tubim, për çdo takim, për çdo udhë, për çdo gjë që kanë kontaktu zyrët ndërlidhëse na për qytetet e Kosovës, ai ka marrë pjesë. Dhe është ballafaqu me qytetarin, e kanë dëgjuar deri në pikën e fundit. Kurse liderët opozitar zgjedhjet, domethënë nuk mund është ti me ChatGPT-n me marr programin dhe me dal me prezantu qytetarët e Kosovës. Ka marrë fund maja pjesë. Ne kemi diskutuar këta. Ja, kam shumë interesante. Pikërisht 30 sekonda. Pikërisht për një gjë të tillë. Sot, unë kur e kam pa një gazetar kur i lip ke përgjithësi, ZRS, i hynin mbrana në zyre, ai është për mua opozitar. E kuptova. Qërë se ka njerë tash paramendoje mediat, kur nuk jenë kohë, nuk jenë kërkon në botë, si me tha Paul, diskutimit, debatit, a është partit politike dhe pushteti ma i mira mediat. Do ma që kjo është absurdi, por që të ndonë këtë shoqëni, e që është 100% i bustiratën, i financun prej qësoj partije që në pushtet. Për vetëm në arsye që frikën më të madhe në këtë vend, ja ka veç media dhe gazetarë. Që kjo është absurde. Dhe mos nësë së dina ty diskutu, a është ma e mirë pushteti, partia që e kemi në pushtet, a opozita kjo. E dyta, për çdo ditë për një, të e lyp një farë standarti, si të themi, suti që na jena në i farë kulti fetar. E përmend punën e reklama, tha nuk është standard i nalt. Qore, unë i këshyri shumë mediat e Gjermanisë. Përbes, atje nuk diskutuat ishke farë pune për me financu edhe me mbjetu se misioni tyne për informacion o shumë ma i rëndësishëm për poplin atje, ka dhe reklama që këtë bëhet në ora 11 janë nisi 0-190. Zdia i dini dë traj malinaj shkajnë atë farë reklamat. Edhe atje nuk diskutohet kjo farë pune. Nuk ka kësi farë standarde. Dyqysh nga kanë qitë para pushkatimit edhe për nga lypin shkajnë të qitë reklama. So për vitani pej klikime, so për vitani pej atyit. Edhe adi shka u të ndollë këtë shëshni. Këtë shëshni qëre. E për mene pare që keni studiu mosat që është populli është të e marrë informacionin. Kur nuk pretendojnë ana,
si me thonë, na jena të jetu në një shoqëni qashtë edukune, sa ai din me... thash jem emocional shumë. Vista përfundoj. Din me lexu cila është informacioni sakt e cila nuk është informacioni sakt. Qito duhet me punu pushteti, duhet me punu qeveria për me eduku masat për qëta. E përzini ka herë show programet, si me thonë, ju gazetar që shkajni të bo në të shkanë Big Brother. A pëten, informacion. Ki media në Kosovë. Edhe për qëta vlash që ka që mirë kjo Kosovë e jonja. Ki portale të cilat jënë puro informative. Ti qesin veç komunikatat e qeveris, ti qesin veç informacione që ka ndodhin lajmet të verifikune. Ki media, që kjo është, si me thonë, kulmi maj miri një media në një shoqëri demokratike, se nëse des që kjo, atëherë vaj halli për këtë popull, që jënë qëto media, që jënë kujdestare të bugjetit shtetit, edhe këtë shkelje që i bënë për shteti, e që jënë hullumtuse, investiguse gjatë tonë kohës. Edhe tash, mëse përzini qëtë koncept, me që ka del një reklama atje. Reklama, aje bënë për me shqit produktin e vetë. Nëse aje ka qelë edhe një sex shop atje, vjen edhe pagun reklame qëtë ato. Po kjo nuk do me thonë që ti dush me kliku qëtë reklam, ose ti du të me do e mësë në përkojnë a bënë klientit tina. Ti me nësi qaj produkt është e ardhmja. Po de? Pe përzin ka jerë. Do na i vjen që... Sa kam bo gazetarët e mirë filt, mi demasku pseudo gazetarët që janë në opinionësët. Jo, që ato duesh me qatë gjykim, ja bën qytetari, ledzusi. Qytetari thjesht. Nëse në dy raste, ti e ke pa, je kon ledzus, të përdori, për reklamaj pak, në fokusin, edhe dy herë ja ka huq, edhe ti e ke pa që dikush e ka qunë gjyq atje, edhe ka huq për rastin, ti nuk e ledzon më qatë medium. Po kushtimisht në fokusit a jep një lajmë interesant edhe ti e mërë si të vërhet. Po mirë, nuk detyron. A bëtet, jina ty të dho, mediat sot jënë ty të dho informacion falas. A pe kuptani? A din që në pjo të redoj, dikush për juve, gazetarve, ka medalje dhe me thonë, unë falë kolegë, ti, jeni ka bë një përqarje, jeni ka bë një përqarje, jeni ka fragmentarizoni këtë shëqni, ju kini me marë shumë pojena si gazetar për të, ju garantë. Na, kena pas debat shumë malë mrena kolegëve tonë. Prej, kur ja kena nisë mu bo sulm, si me thonë pol, edhe prej këtyne masës të madhe, atyne edhe robotave dhe këtyne... Ti po do në thonë, kur të nashtin kretë me një thes, na ndrojmë një tjetërin. Po na edhe thamë, edhe lërtime, na lidhin këtë mediat, për një losin me 3-4 analista, ose dikan që mundën me bo. Edhe në fundja, që du me thonë një qka tonëve, na himën dhe... Abanë më thonë diçka tjetër. A di që edhe një analist mrana një studio, ose një redaksi, ose një gazetari caktun, ka drejt me posë dhe qëndrim politik. Qa ka të keqe? Po ju lobist. Ju lobist. Të lutna, qëndrim politik. Këpënen kuptan të një lobist. Lobu për diçka të keqe. Zër nuk pajtona me ty. Vjen si analist, në qofë se vjen si analist politik, ose si analist për gjendin aktual në Kosovë, nuk i të drejt mja moj tonë. A kina i shambull dhe prova veç që ka... A kina i shambull? Po ti momenti qëre, do me thonë kjo punë. Okej, për kuptoj, nëse jam 5 veta o grupi vogël për mi fut kretë me një thes. është shumë e vërtet. Sorë të në tonë me na fut me një thes, na dhe që ata 5 kina mi mbrujt. Ular, ta dhe është fatkisia aktivani. Një 20-30 në për studio televizive nuk jem gazetarjeq. E di mëre. Qytetari rëndon, ku ti dit me dalu që tu, cëllët jënë 2 profesora, qëto 2 gazetarë. Shkavija. Tash analist e shojnë... Edhe a i sportit del flet për qa po diune për politika makroekonomike. Po qysh zdel? Po qëtu është problemi, ku me cëla është vija, a jeni përgjegjës edhe ju që nuk e bëni një vind dorse, në mes njerëzve të mirë filt dhe njerëzve ju. Kem edhe natë të gjinohet. Me rëndësi, jo më na kuptu krejt qytetare me ditë, po nuk ka ndodhë kur në qëtë historinë të shkurtër të Kosovës, dërtimit që demokracie, nuk ka ndodhë asë njëherë që pushteti, do me pas që sëllë, qytetari rëndëndë. Mundet me thëmë edhe po genjen, se ka nështa nuk jemi në që shëqëri e zhvillune, sa me kuptu se cëllën është lajmi ramë, cëllën nuk është. Këtu ka tendencë, këtu ka pushtet i cili po lufton mediat. Shkjo fatkecia madhe këti. Këtu dhez clickbait i dhez, po nuk dhez fakti. Po dhe? Unë po besoj që ju nuk bini kur asë njerë viktim e fake news-a. Se ti din me ledzu, din me sërgjerat, dika tjetër, din me verifiku. Ytë na të bo blak faqe qëta dit. Po dhe? Një prej senëve të lezeshme të funit vitit është që të vinë ato va raportet vjetorët
kredit karteles e këtyne gjonave. Edhe mane e shës që përveç hajde New York Times dhe Guardiani do që i paguj edhe do që kom harru që i paguj, do shërbime edhe veç mi kanal paret, po shumë e kanë lodhë kryt. Edhe Guardiani e ka lodhë kryt, a mundet me dalë në subscription, a mundet me dalë në pages, kur e ka nalë printin, a kanë me pagu njerës për lojme në internet. New York Times shumë e ka lodhë kryt, LA Times e ka lodhë kryt shumë, a kanë me pagu njerës në internet për me ledzu New York Times, mos me ledzu hard copy. Te na, që këtë debat nuk u bu. Njerëzit e mësojnë që ato që të vjenë qitu në kompjuter, unë e blej veç kompjuterin, lojmen e marë pa pare. Lartë, kalzom, qysh funksionon të ashtë? Për spjegoj këtë pak ma mirë. Do më thonë, jemi nështë ndër vendet e pak ta që lojmin e merë pa pare. Pa pare e merë. Edhe këtë nga këshyrin, që ka përbërë ju me ndojnë që na e nga shqyqat humanitare. Do më thonë, na du dy qysh me funksionu, du me pagu stafi, non të rez nuk jam. Rogat e punëtorëve duhet me siguru, tyrat e nevojshme. Prej nga sigurohen prej marketingut dhe donacioneve nëse ka. Dash. Te na ka pas tendencë, si me thonë gati pra 20 viteve, me pas lojme me pages. Ka qenë Kosova Live. Po ka dështu. Nuk ka funksionu. Gjitha agjensi tjera kanë funksionu ku ju konë lojme pa pare. Do me thonë, Guardiani, New York Times, i ka dhe me Balkan Insight, i ka lajmet premium, i ka me pages. Te na jenë pa pare, i marin falë, dhe me thonë për që ato na kritikojnë, tash qysh duhet më financu? Gazeteria u lumtu se dini ki që është e shtrejt, është ma e shtrejta. Tash, nëse nuk ka na i financim, qysh duhet me bo gazeteria u lumtu se? Që besa dhe rëzikshme është në Balkan. Edhe rëzikshme, edhe e kushtushme. A neve në lipin përgjithsi, thu ti, ku me dit, e kina një minjerë tonën, edhe prodhojmë lajme. Do imi gjujt do pare. Për ma tepër, e ki, po e zgjas po du më nalë të do aspekte praktike. E ledzën mediumin publik, të cilin dijet që e financojmë na, e ledzën, amane shambull, Evropën e Lirë, falimnerës për Kongresit Amerikan që financojnë ata, edhe okej, i ka paret e qeverisë Amerikës nëse s'ja unalin se dhe atje Trump i ka do dilema. Premium gazetari lexën të Evropa Lirë, mas nej medium publik që e pagujmë na me paret tona, t'ja huqin, që është lobot na Bosla, s'lobot na Evropa, dhe e bojnë bërlëgë krejt, kalzëm, seriosisht, në terma praktik, kush reklamën, kush nuk reklamën, cilat industrion mrena, qysh mshelet një vetë. Industrit ma të forta që duhet me reklamu, që reklamojnë këtë botën nuk janë Kosovë. Farmaceutika në Shqipni ki plot emisione edhe debatuse edhe investigative që farmacit reklamojnë. Te na është ndalume, janë veçëm disa loje suplimenteve që nuk ndalon. Mirë, po ata nuk kanë. Do me thonë, nështë një trek që i ka, nështë ta 300 milion qarkullim vjetë. Sigurimet, industria ma madhe, nuk i ki prezent. Bankat nuk i ki prezent. Telefonia nuk i ki prezent. Për shambull, as telekomi e se jo, ta shumë pak ka investime. Jënë disa biznese tjera që funksionojnë që reklamojnë. Mirë, po shuma nuk është nëjë shumë e madhe. është trek shumë i vogël i reklamave në Kosovë, edhe për ato do më thonë nuk është që nuk kina televizione qatë zhvillume të azojmë si në Shqipni, ose dikon tjetër që i pagujnë emisione si Big Brother €1.000.000. Do më thonë, ose dush me pas një biznes të fort mas vetës, ose dush shto me një staf të kufizum edhe që meresh me ma pak angazhim. Në fjallë tjera hinë, ndërtimtaria hinë pak ma shumë? Po. Lartë me një... Derivatet hinë pak ma shumë? Ndërtimtaria, derivatet, këto trektia... Trektia hinë pak ma shumë marketet. Për një punë që vretë. Mandej është një... Nuk e di qka me i thonë, mentalitet trektar, edhe këta nuk janë bashkë ma të regulltit të mbotë, për mos me thonë që pagujnë, mandej diçka merë, diçka vënohet, jam ka flasë për aspekte shumë konkrete të mënyrës që është punojnë shteti, punojnë edhe mediat, nuk mundën me dalu shumë. Do më të thonë shumë sinqerisht, për ashtu në përvenet tjera, industritë e mdoja financojnë. E një farë obligimi se kjo konsiderohet si farë një kontributin komunitet. Në plot venet tjera të botës është tatimi këthy shumë, që ato sigur në Kosovë janë dy kategori që janë
ju në liru për kësajna ku është sporti, po mdo këtë edhe kultura, në vene tjera ku është një farë lloj lehtësimi. Në Kosovë është, mos me dosh që të zanat, është sfidë jashtëzakonisht e madhe, për shkak se është thuajse e pamundshme. Atë që është kur kthejna mrapa, që është kriju mediat. Prej atëherë kur jemi dali, kemi në shumë mediat e të buka 4-5 gazetar, përbes me të regu dikujna na për Evropë, thënë kjo është veç mendëri ose veç një lloj prallë e bukur që pe kalzan. Dhe ma gazetarët kanë shu vendet punës, ku në pagu 3 fish, 5 fish ma shumë, edhe kanë e kanë borë një rrezik për me kriju një medium prej fillimit me 4-5 vetë, 7 vetë, 15 vetë. Kur nuk i siguri, që ato që e thae, për shkak se qëto reklamus kanë erë t'i dush ton kohën me nga masyne, mi u dha hapësirat reklamuse, se kanë erë kur po flasin kush i financën juve. Po kalajove veç a i ki 2 sy edhe a i ki 2 kokë ramen, hin e shfletën edhe e she të front online 20 reklama, 10 reklama, e she të tjetra, dhe më të i ki që aty mënyrën e financimit. Tjetra, për shkak kur që kjo targetohet prej pushtetit, ka po financuën këta. Ka po financuën, thuje Koran Muratit, a e ka përmend 4-5 herë, ajo hinja ka këshyre llogarit kush janë 10 biznesmenet, 10 bizneset në Kosovë që i kanë 1 miliard euro. E ki djenë tanë në administratat imore. Qoja, edhe këto e kanë bo. Përfshijel me djumin ku jemone, ku e drejtojone. I kanë marrë kejt mediat, se për një me, nështë tani, kur kanë orë në pushtet, kanë menu që ku me ditë që ka e të bo këta, sa pare fitojnë. Si mund është me shku mi tho dhe i merë kejt llogarit, se i ki mekanizmat e shtetit ndurë. Dëma, nuk është e vërdet. Një pjesë e madhe, tani kanë thonë që këta marrojnë, prodhojnë fake newsa, se po kanë klikime, po fitojnë për klikime. Me dhe me ke kanë një farë, ti këshyret mirën tonë që për merë, këshyret informacionin që të pa ofrën një medium, këshyret që ato që poshtë një farë loj kujdestari i toksa u tua, ndaj pushtetit, për shkak se pushtetit jënë të korruptune. Edhe, u të të shënë që jemi të fitu, baja gjithë shumë prej klikime. Kërkush nuk nalet me menu, çfarë sfide është, mi siguruti pagat e punëtorëve, serverat, 100 obligime tjera që dalin në rryme, 100 probleme tjera që është... Ble pajisje, sa funksionojë. Nështë që kjo lajmet... Po, më falë, një minutë, është për du me ndalë një përvoj personal, lajmet me pagese, përmenda lajmin e rastin e Kosova Lajme. E përmenda po. Po, sa kam qenë zëri, kryeredaktor... I kena posë kërë ishë Kosova Lajme. Po, e kena pas bo një farë testi me bo abonim zërin PDF. Edhe këtë tendencë o konë mi a dërgu lexuesve tonë diasporës. Në 6 mëngjes, nëse je abonut, ka komplet gazeta në PDF, para se me dalë treg. Çmimin e ka pas në mujt 5 herë. Je kena pas bu. Dhe me thonë 5 herë në mujt, edhe me 5 herë një kafe në Zvicër nuk ka. 200-300 lajme. Komplet gazetën e ka pas, me komplet lajme. Se ka pas lajme pa pare tjerë. Nuk ka funksionuar. Atë një përkthyshin pagu për mi 1 mjerë. Do më thonë, na dojmë me morë lajmin pa pages, edhe me të sho, ti si produzi lajmin. është që kjo mas ne edhe duke di, a i shdosht edhe pre aspektit social mu të rajtu. Lajmi a është e, me thonë, a është e drejt, a është privilegj, a është diçka që duhet me pagu edhe a i shdosht me ndru kultura. Po, këtë është qasja ta shkujt mi besu. Kjo është problemi. Krejt, thash që jem shoqni emocionali. Ju kujtohet kur ndodhi rasti me liberalizim të vizave, ishte rasti i Francës, Macroni, ai gabimin për kthim që ishte. Dhe ju e dini që të ditën e kina shoh Macronin, krejt i madh i vogël, edhe jo në aspektin politik, po në aspektin personal. Pse ky e ka gruën e vjetër, pse anena. Del, çka ki me thon tani? Do me thon na duhet me targetu shoqnin, me marr me studiu mirë një herë, çka i nevojitet, çka duhet, edhe çka duhet me ndryshu media. To është fakt që janë disa gazetarë cilët fatkeqësisht e kanë bastardu komplet gazetarin dhe në këtë mënyrë pra ne kemi tendencën me anu ka ata dhe me thonë a përshesh ka në të bo këta. Se kërkush nuk piledzën këto mediat ma të vogla, po fatkeqësisht këto mediat e mdoja edhe po kanë financa, edhe po kanë objektet mdoja, flasë për disa mediat cilat sinqeresht unë pata kërku një pronarit një herë, ta sha bëm prevesh më të regu kështu privatisht, për një me ka financu të gjithë këtë objekt, tha jo bre se po shkepem fjallë të s'ka kupten, edhe qysh mi bin të është qytetarë, dhe me thonë. Për shamullin fokusin, dikush e lexon merë, po të targetoj kështu, merë informata shumë të vyshme, mirë po fokusin nuk është që na del për dit media, na ofron skandale, shohëm për lamën për emisione televizive,
normalisht që ka me marrë shikueshmërinë. Mirë, po çka ke bëhet që ato ke hub kokoti. Nuk ke marrë informat sakt, nuk ke marrë informat burimore. Është përgjithësi e jona, edhe ne të fushës, edhe ju si gazetar, merri kthy besimin në mediat cilat janë të mirëfillta. Që është bukur një sfidë e madhe ka me qenë kjo. Ajtohen plotësisht provësh përballë një pushteti çfarë e kemi pa deri tash, nëse nuk ka vullnet prej atje, është betejë shumë e gjatë e ndoshta tepër e mundshme. Pushteti po thotë që pushteti ty me bën një investigim. Qatë pengon, jo, shembull, konkretisht për shembull. E marr shembull Evropën e lirë, e morën vetëm pak. E morr shembull, investigimet nuk kanë mungun këtë vend që të mediat në Kosovë kanë prodhuar. Ma shumicën e rasteve mediat në Kosovë janë përshkruese. Na jemi qysh me hek që të paragjykim edhe qysh nuk janë gjithë mediat, por mediat më të përgjithshme në kuptimin tash ne të paktën ne si e shohim kanë konveshtrimi tjetër. Se nëse shefni ju veç kanë konveshtrimi ju, është e kuptueshme që i mbroni interesat vetë. Ç'është doket panelli. Mirë po, e mor shembull shumë me vend, Evropën e lirë. Ai çet 4-5 tituj kryesor, të cilët shumicën e raste ban investigim. Pse s'mujnë me bëni gjë të tillë mediat? Si kanë porët e amerikanëve. Edhe e para. Jo, që mujnë me pas ndaj mundesh me bë, nëse porët e kongresit se të amerikanëve i merren. Cilat janë investigimeve provë Europa Lirë, informim. Ja, veç Gjermania, veç informim. Puro informim. Bënë dallimin me kësaj. Veç investigim. Qysh pak ka investigim. Investigim ku Evropë Lirë, po. Evropa Lira. Evropa që çto punën e ndotës ambientit. Ndotës ambientit, që e ka bo? Për kësë përderime financiare në të folë. Po jo, për prof, është investigim nëse i merë ti 4-5 vetë o flasin për një fenomen se që është du të mos gjithë qaj problem, nuk për investigim që kjo. E para, që është investigim që kjo. Me ti morë ka 4-5 akter kryesor për me ta arë një konkluzion përfundimtar. Se ndryshë është me marë një përshkrim që ka thonë është tem që për çdo ditë i bojmë edhe na. I thirr 4-5 vetë edhe i merr mendimet e tyre për një dukuri ose një fenomen tjetër. E para e dyta është specifikisht për mbrojtja e Evropës Lirë, nuk është temë e emisionit e përmenda se parët e sigurta qeverisë Amerikës, të kuvendit Kosovës i ka të sigurta RTK-ja, edhe këta jonë përjashtim. Në tjertë i kena 2 opcione. Një pjesë e portaleve e kanë gjithë një farë metode, kanë edhe NGO ose institute edhe biznis, edhe jena këtë pjesa tjetër që duhet precisoj ekonomie, që si mas e Kuran Muratit është ma e mira edhe është ka lullëzën ma të mirë se kemi pas kur, edhe si mas juve jena në krizë, picoj ekonomie du të mi marrë reklamat edhe me... është e vërtet, po zgjidhja... Cila kishen zgjidhja? Unë mendoj që fondacionet do të me morë këtë media në Kosovë, në përmet projekteve, nga qeveria e Kosovës. Dhe RTK-ja... Du të pas fond publik. Po, absolutisht. Se që për shumë Front Online që e ki, Front Online në Amerikë, investigimet të cilat i banë Front Online konkretisht merë për budget prej Departamentit të Shtetit Amerikan. Ajo është një PBS-it, po. Edhe tash, vetëmja zgjidhja që kjo, RTK me shku drejt... Paramendoj për shteti Albin Kurti me bëjta. E për të më namë shej. Albin Kurti, Albin, po është e vërtet që është lider autokrat, e kom përmenë edhe këtu, dhe përsëritin një gjëtë e tilë, po nuk na ka faj neve kërkosh që Albin Kurti i merë 50% votave, sepse ka punu për mi morë qëto vota. Ka punu, ka dollë na për teren, i ka bindë qytetartë dhe ka orë një rezultat të tilë. Nuk na ka faj neve kërkosh që ne nuk kemi një integritet profesionalizm të lartë që me dalë kundër, me dalë për protesta, me kërku llogaridhonja qytet, dhe përdo ne në rritët çmimi energjisë elektrike, ne dalë me 200 vend protesta. Nuk na ka fakt nuk është qërë. Raportën ndërkombëtare na paraqesin, e kemi raportin e fundit të Institutit Republikan, dhe përdo na qetë që problemi i Kosovës, që kanë mot një impulsin publik, ka thonë problemi i Kosovës është kosta e jetesës, e dyta është papunësia, e treta është korrupsioni. Anonën tjetër nuk dalë me lyp. Fajti kemi ne si kërkojmë llogaridhonje. Na jena pjesë e kësaj shoqënie, nuk mujtë është me lyp gazetar më të mirë e profesor më të dopt.
Tash nëse ka kritikoni për lajmet këqia, atër vështuni me ma një farë përgjëtësie që pisa në asina fajtor për pisa. është e vërtet. Jeni edhe ju. Dhe më thonë si cili komunitet, si cili ka përgjëtësie. Sa jemi në... Nëse e pranoni edhe... Shumë e vërtet është. Vetë kritik, është e vërtet. Mira e që... Edhe na kena dalë për universiteteve t'juja. është e Sa i bromi jena. Mira e Kosovës është që ka laramani të mediave. Mirë po, ajo që ka na nuk po mrina me qu deri të qytetari i rëndëmt. Te ajo nështë që nuk e ka kapacitetet për me ditë kusht t'ju mashtruhe, t'ju manipuluhe, t'ju furnizu me fake newsa, edhe ku është mediumet të cilat adresojnë probleme shoqërore, e jo domosdoshmërisht vishë skandale. Kjo është tash nëse... Edhe tash, qka o t'i ndodhë, jo që vishë ta. Jo pa qëllim, diskursi ose gjua është për politike, ka njëherë që tu ne e nëzo këtë komunitetin tonë pak në faj, për shkak se ashpërsimi ose beteja që non-stop për lyp pushteti më marrë individualisht me mediat, ka njëherë për na zbe edhe për mjesin e njëje shumë tema e shumë artikuj, të cilat i prekin pikrisht që tu, e prekin kulturën, e prekin shëndetësinë, e prekin arsimin, i prekin këtë fushat tjera të shoqërisë. Edhe që kjo është, si me thonë, e bustirat dhe pe politikës, me lonë qëtë aspekt. E dyta, që ka është me rëndësishme në aliat? E dytën, është kam intereson një krahasim. Zeni përdojtë që to është ka shtymë politika në gjendë. Në anën tjetër, jonë të shumë të ata që pohojnë që rrjetet sociale i kanë bo njerëzit edhe ma tupa se që kanë qenë. Për shkak se ti kur scrollit në telefon, attention spanin, që vëdhon, kohë zgjatjen për mu koncentru pa leviz, pas scrollit e ki 4 sekonda mesatarisht. Në sekundën e 5 ki me leviz, nuk mund është me lezu. Dhe vazhdimisht të bori fresh, më s'podel diçka. Më s'podel diçka e res, ki shans me konsumu një lejnë. Pytje është, a është trend i viteve të fundit, apo ka qenë gjithmonë kështu, veç kanë qenë media tjera. Nashta ka pos gazeta, po si janë ledzu njerës kanë bo thashe theme në përoda. Nashta ka pos libra, po si kanë ledzu mundësia mu shpërnda shumë e madhe. Që është problemi. Kjo është diferenca, do me thonë. Se ma përpara është fakt që jenë marë, kanë dalë me një kafe, që jenë shku në përoda, kanë folë, po sot një mendim tonin qofë banal, qofë që s'ka lidhje me realitetin, te e po sot një merë komentet, vazhdojnë me diskutu me njerës, dhe me thonë rjetet sociale, veç e kam bastardu edhe ma shumë këtë fenomen shoqërori cili është duke ndodhë. Së për këtë media, veç diçka do shta me thonë, personalisht unë rrët e kënë e kësha mbyllë, personalisht me konë më vetën. Unë jam kundër media, më sheveritori, jam kundër media. Edhe një paradoks me përmen. I vetëmi medium të cili du të mi lyp logari dhe përgjithsi qytetari i Kosovës është rrët e këja. Paradoksalisht, kërkosh kur nuk e kritikon asë. Jo, por arsyes është, jo, po është, nuk është që ka pru diçka të rejnë, nuk është i kodem... Rezultat. 13 milionerë në vjetë në i merë. Pikrisht, e me konë këto pare më investu në media serioze, atëhere i shkon shumë a mirë, edhe ne i këshum pas një medium ku i këshum besu me të vërtet edhe i këshum di që paret e mija jenë të shku në venduhur. Po ne dim se mës me pas edhe një Champions League ka njerët mërkurën, nësë di që ka meta të më. Në anën tjetër është i vetëmi medium që e ka për obligim me pas program për fmi, me pas program edukativ, që kjo është në regull, me pas program arsimore, kulturore, krejt. Na tjertë, na vendosim me dhonë emisione që shqitën. Me bëm emisione edukative ka drejt veçërët e këja, jo tjertë. Ajo, ka obligime kanë. Se cili mundet me bo diçka tjilë. Kjo ma mirë sa tu. E tash, nëse ty në feed, në Facebook, të del zbritje për botoksa, mandej del gjykim për krime lufte, mandej del mjollët për gjithë shka, mandej del reality show. 3 stenta që ka shtretën papare. Sakt, 3 stentat 4 papare, e mandej del tenderi për teatr kombëtar. So është vullnet i lirë i kosovarit mesator që ka konsumon, e soja është ty në algoritmi. Po, ne dim që algoritmat, që ka do që ke kërku algoritmi, ta bjanë që ato të asjel, që ato që ka dënë të ne. Që është që unë kam qenë edhe pro, mbyllje se TikToku tek ne për një vit me bo dhe na një prov, me shiku se
edhe me bo disa matje se sa ka ndiku kjo në shoqëri për të mirë apo për të keq. Për shkak se ne e dim që algoritmat në Kinë funksionojnë ndryshe funksionojnë tek ne. Në Kinë ma shumë ka qasje edukative se sa që ka të ne bastardimet shumë të cilat i kemi. Unë e thëmë shpesh që ne mund të flasim për shkencë, so dush dhe i marim 200-300 klikime, mirë, po në qofë se ne përlami sot në studio, shohemi me njëni tjetërin, kena me marrë 1 milion. Çështja është, trendi është i tillë, edhe në qoftë se disa media fatkeqësisht, ndoshta duhet me dalë nga një herë për shkak të publikut. Ndoshta duhet me dalë për vetvetes nga një herë një media për shkak të publikut që mos ta humbë edhe atë klientelë edhe audiencën të cilën e ka. E këto fake news po dëmtojnë pro medien tradicionale të mirë, thjesht kur ma letë se sot, nëse dënë me u bon një studim i mirë fillt, në ki nevoj sot as me shpenzu shumë, e as me pas ekipe shumë maja, për me pa ku e kena qëtë nivelin, e kena përdor njerë qëtu budal të TikTokit, një shprej e këshin pa shkrujt, kogja shumë. E unë e këmë pasaj që më doke në TikTok e në ngullë që ta opozita, e që fatkeqësisht dulë që ashtu, se s'këshin bas një analizë, se që në kanë... Opozita ka bas edhe lidera narcizoita. Po më në isha lider. Unë edhe që nuk e kom, ja kom thole arti që nuk e kom halë nëne, që po hinë një pjesë e madhe shoqni se është trend global. Kërkuna për asë një shoqni të botës e automat zhvillu, ne nuk e ki këtë shoqnin elitare. Që apëtë si me thonë nuk njësa ma madhe, njekin tiktokera, njekin influencera, edhe po këtu fatkeqësia jonë është shku, mu nuk që ditë, një atje që ka veç 8 vjeqare nëse rrinë TikTok, edhe nëse nuk hinë me lezu lojmin, po veç e scroll shka përshe fotografi. Po mu kam që ditë nivelli intelektual. Merë të tyra mujore ma shumë sekreta që tu. Sakt, ta shkena shkuna në qitë nivel. E ta shumë i bindë këta tritë, në shku në shkollë. Cile nivelli intelektual? Sot i ki plët njerës, që të kalzoj. Po, konsideroj që ta njerës që merën me politik, njerës që jënë fushën e arsimit, njerës që jënë në organet e sigurisë. I ka kop interesi. Gatash. I ka kop interesi. Në pjesën, ku po du me dollë që s'pëmuj me përmbyllë qëta. Se nuk flasin ata, se unë një shumë profesorat që janë shumë profesional, një shumë lider, njerës të cilët janë nuk dalin me fol, kanë kundërshtime sepse këshyr me punësu vajzën, djalin, këshyr me bot, po pikrish për një gjë të dalë një temë tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme, po temë shumë tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Për shkak se dojnë me të zjedhë, çdo intelektual në këndvështrimin tam. 3 minuta e kom ndalu të pjesa e përfundoje që ato që e një. Keshtu e thonë, nuk ka sen ma letë sot në Google Analytics me hime për cilë. 3 muj ditë e din çka konsumon çdo qytetar. Edhe sa është koha e qëndrimit në çato. Për shkakun jam në kohë kom nejt shumë kom studiu sa njerëz lexojnë edhe çka lexojnë. Po është e vërtet. Ka njëherë na, për shkakun kur nisin Fokusi, ka kontribuar lavdimi një pjesë e madhe e gazetarëve në rritjen e këtij mediumi. Na kena qitë veç hullumtime edhe veç të shkrime. O dash mi qitë, si me thonë, mi avgju një 3-4 këse VIP, sport, anë e gnejnë, mesin e tyne, tani me qitë një hullumtime ose një diçka. Ko një farë, po, me majt një audiencë mrana. Sa ke pos që atë audiencë? Që kjo audiencë, që të kalzoj, kur për mi, prej 2.000 derin 5.000, 10.000 nuk ka shkuar me skandalet më të mëdha kur i kena nxjerr. Kur ja kena nis një kohë, u kon sporti jashtëzakonisht shumë i lexuar, e ka dominu gjithherë rubrika, dikush e ka të shkru në roz, dikush VIP, po mëni me marrë me menë qëfar... Mëni me të avon një shambull. 10 shkrimet, jo që du me thonë qëta, 10 shkrimet e para, ke mujtë mi gjithë 2-3 që jënë ka tema ekonomike, sociale, politike, 7-8 jënë ka qëto sport, qësi tjera. A di shka të ndollë kohën e fundit? A di që ka mujtë tonë, nuk hi për çdo ditë tash, atëherë hisha në stop me pas sa i kena online, që pa lexojnë, po sa ti 10 para, ti ki 10 politik. A me kuptan? A kënena ku del, na keni ljollë veç Albini, veç politika, veç po ti shtop e da në vlla. A me kuptan? Edhe kur hin me këshyr, koha qëndrimit që aty. Ti e she, e ki lajmin, se kena shku ty shkurtu tash. A me kuptan? Pej soj gazetarisë të që kena po, ku tash kemi shkruj ka 5 faqe, 10 faqe vërt, tash fotografia madhe, 3 reshta, o ti e mot me timer për sa e lexon me çka? Ka plot prej tyne që rrit 2 sekonda, veç titullin e lexon.
Me qatë titull, tani këshyrë me t'i nxjerrë sytë, se çka unë gazetaria dhe çka unë ka bëhet lajmi. A vëten, dhe mos kjo problemi. Po thomu në 4 sekundë është mesatorja, jom ka i bishmëj. Kemi pas bon një ullumtim me një kolegë tami në Alban Selimi, kina pas shku në valën e fundit e emigrimit, dhe në Suboticë dhe i përcjellshim këto trafikantët që qeshin Kosovar prej Suboticës në Ungari. Madje kemi pas rreziku, pa të më kamuflu si trafikanti. Kina bot 3 vazhdime të shkrimit, ullumtim u koni botum zëri, edhe çmim na ka dhënë BE-ja. Kur e kemi këshyrë statistika, një lajmi kallashit ka dalë më i lexuar. Po. Kjo është problemi. Kjo është indikatori ka njëherë ma i mirë në qëfar shoqënie jetojmë edhe cilat peloshe i kemi edhe ka njëherë jënë qëta shembuj që ta vjedhin qlajmërimin e bisedës për shkak se zbuhet ndryshe, ju falenderoj të katërve. Kthehemi pas pak në pjesën e 2 të emisionit, flasim me do prej sfidave që partia e parë e ka nërmen mi vendosi prioritete, sidomos në aspektin e drejtësisë në legislaturën e 10.